një djali mitun i cili është rrit në duar të trashëgimtarëve të terroristit Lavdrim Muhaxheri. Flasim për islamin radikal. Ka islamofobi në rrit. Asja e policit Muhamet Lika, rinia islame në Kaçanik. Në këtë drejtim Kosova për çdo herë më shumë është kavonohet në trajtimin e kësaj çështje dhe kur e trajton çështjen mendoj që e trajton shpesh herë më shumë në mënyrë të gabuar se sa të duhur. Lavdrim Muhaxheri, 10 vjet burgim, Zekria Qazimi. Edhe a nuk kemi pas na për shembull lider politik që kanë thonë që neve Evropa s'na don për shkak se jemi musliman. Kurani në gjuhën shqipe i pari është përkthyer me fondet e Beogradit. Por ka pas një udhëhec fetar si Recep Boja, ty në flisçanave nuk ju ka lënë vetë. Edhe tash kjo është ndërtuar për ligjerimeve të ndryshme politike, duhet me kuptuar. Po jo vetëm politike. Për ligjerimeve edhe të krahëve fetare kështu më. Se shumica prej tyre janë IT dhe financimin tashmë e kanë me kriptovaluta. Vlerimi Sufaj, ky regjim, ky pushtet nuk e do. Unë s'kam kuptuar kur pse për shembull mundet me pas njerëz me bindje fetare brenda lëvizjes vendosur. Indjeri Muhamet Lika i thotë duhet me ardha në stacion me dhënë deklarat, pastaj e merr telefonin dhe 2 ditë më vonë vritet. Ndiqet me 2 vetura, ndiqet këmbë, veturat me dritat e fikuna. Ky grup është terrorist, sepse Serbia neve na dën të islamizuar. Dakor, veç nuk isha shtiket me infes me gjithë. Natyrisht, ka raste individuale, ka edhe raste shumë pozitive. Të nderuar shikues, të nderuar miq. Mirëmbrëma. Sonte do të flasim për një temë që shumë kush nuk kish dashur me na dëgju. Po flasim për një problem që ndër vite është përpjekur të fshihet nën tepi. Po flasim për një problem i cili, sipas mendimit tim, ka me qenë janë prej probleme më të mëdha që ka mu ballafaqu shteti i Kosovës edhe kjo shoqëri. Po flasim për islamin radikal, me të cilin shumica e partive politike në Kosovë kanë flirtu. Fatkeqësisht edhe ato që dikur i kemi njohur si parti që nuk bëjnë kompromis në këtë temë, siç është Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, në zgjedhjet e fundit ka rënë në këtë grack për interes të votave. Po flasim për radikalizmin islamik në Kosovë, me shkas nga vrasja e policit Muhamet Lika në fillim të muajit prill, nga një djalë i ri, ende pajmush 18 vjeç, por i ndihmuar nga 6 persona tjerë, të cilët të gjithë janë pjesë e një grupimi që quhet Rinia Islame në Kaçanik, dhe ky far grupimi është themeluar nga terroristi Lavdrim Muhaxheri, përkatësisht me ndihmën e të ashtu quajturit imam i dënuar me 10 vjet burgim, Zekria Qazimi, i cili doli nga burgu në korrik në gusht në fakt të vitit kaluar dhe rifilloi aktivitetin e tij, të cilin din ta bëj më së miri, pra radikalizmin. Disa mirëmbrëma, do të flasim për këtë temë. Unë këtu para vetes kam letra, kam dokumente, kam fakte, kam fotografi, ndërsa prej te kisha pas qef me ditë më shumë për aspektin politik, social, sepse ndodh kjo. Çka ashtu na ndodh në fakt, para se me fillu me prezantimin e këtyre argumenteve. Mirëmbrëma, VB, mirëmbrëma për gjithë shikuesit, është vërtet një ngjarje shqetësuese mendoj, në shumë dimensione, po me e pa tash kështu pak në historikun e vonë, edhe ajo që i ka ndodhur Kosovës, se që ju ka ndodhur dhe vendeve tjera, s'po thonë që është veç Kosova, ka natyrisht shumë faktorë, të cilët mujnë me u përdor për me shpjegu, domethënë, këtë fenomen shoqëror, për masat e cilit ne po më duket ende nuk i dim. Dhe mendoj që në këtë drejtim Kosova për çdo herë më shumë është kavonohet
në trajtimin e kësaj çështje dhe kur e trajton çështjen mendoj që e trajton shpesh herë më shumë në mënyrë të gabuar se sa të duhur. Sepse këtu janë bo bashkë shumë tema dhe secila prej tyre e kërkon një trajtim më serioz se sa që kemi pasur të trajtuar, qoftë nga institucione, qoftë nga instanca tjera të organizimit shoqëror, pra se këtu Në fakt nuk është vetëm problem policor ligjor kjo. absolutisht as bile pas pak është problem policor, mendoj që më shumë të problem kulturor, problemi i arsimimit, problem politik edhe social këgjashëm, sepse ka siç thash faktorë të ndryshëm që ndikojnë domethënë një njeri ose një person kudo qoftë për me i përqafu disa ide të cilat janë më radikale e më ekstremiste, edhe me një dozë të shtuar të dogmatizmit, kuptimit jetës. Dhe në këtë drejtim konsideroj që në Kosovë na e shohim këtë të jetë zhvilluar veçanërisht në rajone të caktuara, e cila unë mendoj që vjen nga dy dimensione kryesore. Pra e para është ndjesia e mungesës së drejtësisë. Pra ka një grupe të mëdha shoqërore mendoj në Kosovë, të cilët ndihen që ka pas mungesë drejtësie për ta, për çfarë do arsye që ofër ajo mungesë drejtësie. Tash kur po them ndihen, nuk po du me thonë domosdoshmërisht që drejtësia ka munguar, do të me kuptu që është percepcioni shpesh herë ndërtohet edhe pa pas arsye, mirë po kur shndrohet në percepcion të përgjithshëm. E as më tepër kolektiv, ajo shndrohet pasaj në fakt shoqëror edhe nëse nuk është i vërtetë. Nuk pajtohem shumë këtu me ty në këtë pikë. Cila drejtësi i ka mungu Rehan Beles, një 17 vjeçari, i cili është gjykuar dhe është gjetë fajtor për dhunim seksual dhe i ka ikë drejtësisë, jo për të shku në burg, por për të shku në rehabilitim, për të shku në trajtim, sepse të miturit nuk shkojnë në burg, po flasim për fëmijë të cilët janë rritë në duar të terroristëve dhe sot janë të gatshëm për të kryer vrasje. Do me thonë, a kanë kapacitet këta njerëz për të kuptu këtë drejtësinë e mungume, apo mos... Jo, unë nuk mendoj që nuk është çështje për mendimin tim, nuk është çështje e kapacitetit individual për me këtu. Ma shumë është çështje e një sensi që ndërtohet kolektivisht për mungesë drejtësie, cila pra po them mund të jetë komplet e paqëndrueshme. Tash kjo është ndërtuar për ligjërimeve të ndryshme politike, duhet me kuptuar. Okay. Po jo vetëm politike, për ligjërimeve edhe të krahëve fetare, kështu me radhë të tjerëve. Që kjo sens i tazëm, sensi që është ndërtuar në Kosovë, që ka islamofobi në rritje, edhe që ka përndjekje të muslimanëve, mendoj kjo që e ka shtu që të mungesë drejtësisë në ata perceptojnë. Që në fakt ka shqiptarofobi në Kosovë. Që ka dhe shqiptarofobi. Dhe jo islamofobi, se nuk vrej islamofobi. Absolutisht, po mendoj që ka një dimension të saj, po është definitivisht është i egzageruar në mënyrën që është perceptojnë personat caktuar. Pra është i egzageruar sepse nuk është deri në qatë nivel. Pastaj kjo është edhe është problemi është që kjo është shndruar edhe në një lloj kështu, ç'më quajt, kolektivitetit ndërkombëtar. Pra ka njerëz në Kosovë të cilët mendojnë që bota perëndimore është kundër muslimanëve pavarësisht. Edhe a nuk kemi pas na për shembull lider politik që kanë thonë që neve Evropa s'na don për shkak se jemi musliman. A nuk është kjo pastaj një dozë e lehtë, po e rëndësishme e konfirmimit të bindjeve që personat të caktuar i kanë pas. Dhe kush të thotë këto? Po ka njerëz ndryshëm të cilët edhe në mënyrë shumë të papërgjithshme mendojnë që e kanë përdorur këtë. Dhe në këtë drejtim konsideroj që kur e ki për shembull një situatë në të cilën megjithatë ka varfëri, në të cilën kjo varfëri kuptohet si mungesë barazie, në të cilën ka shumë diskurs se si dikush, qoftë biznesmen dhe ose politikan dhe ose pronar mediash, është pasuruar në mënyrë të paligjshme. Të gjitha këto pastaj e portretizojnë një tablo që diçka fundamentalisht është gabim me këtë shoqëni dhe përgjigja që vjen ndaj këtij problemi fundamental vjen fatkeqësisht kryesisht nga feja. Nga feja e manipuluar. Nga feja manipuluar. Që kryesisht manipulohet nga armiqtë e këtij vendi. Duke qenë ne me shumicë muslimane. Sepse faktet na tregojnë Visar që kur në këtë vend nuk është leju universiteti, është themelu Medreseja. Në vitet 20 të shekullit kaluar, mbretëria sërbe e ka themelu shkollën Alauddin fetare në Prishtinë. Pastaj edhe Bashkësia Islame
Pastaj Kurani në gjuhën shqipe I pari është përkthyer me fondet e Beogradit, që tash njerëz thonë se është krejtësisht shumica prej tij është gabim, është keq interpretim. Dhe si ka mundësi tash, neve na ndalohet tek 1972 lejohet universiteti, ndërkohë shkolla fetare është leju, është investu në shkollim fetar, është investu në gjithçka që lidhet me Islamin në Kosovë. Pra njerëz nuk kanë pas pengesa në këtë drejtim. Dhe tash mos kemi rana pre e qasaj dhe jemi, si me thonë, një poligon budallësh kështu, që secili manovron mënyrën e vet që çdo. Qëra, unë mendoj që spari, na nuk kemi qenë dhe fatkeqësisht ende nuk po dukemi të jemi të përgatitun për me jetu në një shoqëri në të cilën, si më thonë, kjo parashikueshmëria edhe ky shpjegimi I përgjithshëm mungon. Na sot jetojmë në qasë shoqënie dhe jo vetëm na, ketë bota perëndimore jeton në qasë shoqënie. Dhe tash njerëzit vazhdimisht kërkojnë përgjigje. Edhe nëse këto përgjigje nuk ju vinë nga instancat sekulare, ta quaj kështu, qoftë politike, arsimore, intelektuale, tash, atë natyrisht që këtë vakum e plotëson dikush. Dhe këtë vakum të na e ka plotësuar kleri fetar në masën e madhe. Dhe atë me një kredibilitet në rritje. Domethënë na duhet me kuptu për shembull, nëse e shes sot, sipas studimeve që I bëjnë organizatat kredibile, njëra prej tyre FESI Gjerman, për shembull, studimet e rinisë, aty shihet që rinia në Kosovë edhe gjithkohë në rajon, por veçanërisht në Kosovë, e ka një dosë në rritje të pikpamjes konservatore për mbi jetën, që është konservatorizëm I kombinuar me pikpamje religjioze për mbi jetën, Islamin në këtë rast. Domethënë mënyrën që shpesh është një. Dhe tash në këtë drejtim konsideroj që është jashtëzakonisht e rëndësishme me kuptu që sa herë që një popullsi e tërë është ndi e përjashtuar nga jeta publike, edhe kur nuk ka pas mundësi të organizimit të jetës publike sipas parimeve sekulare, republikane kështu me radhë, ajo I ka gjetë qerthujt e kolektivizimit kryesisht të feja, por edhe të tjera. Tash na gjatë 90-ave kemi pas një jetë të tillë. Neve na kujtohet dyve se jemi në moshë më të shtyrë, se gjatë 90-ave për shembull ka pas ma të pjekur. Ka pas një rikthim kafeja gati se shumë të madh apo jo. Vitë 90 po. Por ka pas një udhëhec fetar si Recep Boja, që këtyne elementve, që ka pas përgjithësive nuk ju ka lënë. Ka pas përgjithësi më të madhe, sepse atëherë është kuptuar që megjithatë, duke qenë të okupuar nga Serbia, na kemi nevojë për organizim kolektiv. Dhe atëherë kemi pas vizion se si do të ecim përpara si shoqëni, apo jo në kushtet e okupimit, po e patëm ndërtuar një vizion. Kur ka ardhur liria në Kosovë dhe pavarësia, ka njerëz që kanë menduar që kjo punë është kry. Edhe disi e kemi lëshu sikur me thonë kështu në lërë. E mendoj që kjo ka qenë një prej gabimeve, se si nuk kemi arrit me I pa rreziqet që mund t'i kanosën shoqënisë tonë, edhe në kushtet e lirisë. Tash një prej rreziqeve është ky. Pra po them, është jashtëzakonisht e rëndësishme që diskutimi për këtë temë mos me kalu në islamofobi, shumë e rëndësishme, e në anën tjetër as mos me shqit në justifikim të sjelljes së personave, sepse në them kështu flamurin e lirisë së shpresës dhe lirisë fetare. Se dakord, unë jam Kosova me qenë vend liberal, apo siç edhe ti je. Në vendin liberal secili ka drejt me mendu dhe me organizu jetën ashtu siç aty merr mendja. Dikush beson sipas parimeve të fesë islame, dikush tjetër sipas parimeve të fesë krishtere. Po pa cenu njëri tjetrin. Dikush tjetër zgjedh mos me besu fare. Dhe secili prej tyre është I barabartë në shoqërinë e Republikës së Kosovës. Asnjëri prej tyre nuk bën më diskriminu për shkak të kësaj bindje. Në momentin kur njëri prej tyre fillon me ia cenu tjetrit mënyrën e të jetuarit, që tu do të më ndërhysh tjetër me thonë që kjo nuk lejohet. Për shembull, unë nuk lejoj e as ti nuk lejon që dikush tjetër më allë më thonë që ti nuk je ka jeton qysh duhet, sepse qështu duhet me jetu mu po ma mërmenja. Këto nuk e tolerojmë, apo jo? Dhe se shkondesh kur kush me toleru. Asu nuk shkratimi kallëzu shmet. Ka plot mos pajtime me plot njerëz, po unë e shprehje mos pajtimin tem në formë. Në 2014 ka pas ndërhyrja e parë më radikale që ka ndodhur në Kosovë, atë qenë ato arrestimet masive për shkak të shkuarjes masive të shqiptarëve në luftën e Sirisë dhe bashkangjitjen me 2 organizata terroriste, ASOKO e ISIS-i,
dhe Al-Nusra. Dhe ndërhyrja e shtetit në atë kohë, natyrisht që ka qenë me mbështetje të madhe ndërkombëtare, burgosja e disa imamëve, disa për cilëve u dënuan, si ky Zakaria Qazimi, me 10 vjetë burg, disa u liruan e mungesë provash, por ndryshoj veprimtarinë e këtyne njerëzve, por jo qëllimin. Sepse unë aktivisht i kam përcjell këta, për shkak të punës dhe për shkak të rrezikut që unë parashikoj që ka më ndodhur këtij vendi. Atëherë këta ndryshun spari pamje. Nuk i kishin më ato mjekrat e gjata, pantollat e shkurt, u kthyn në një stil krejtësisht sikur të tjerët, normal sikur të tjerët, por u futën, si me thonë, në rrjete kompjuterike. Aktualisht, kjo veprimtari është goxha me problem, me vështirësi e zhurmueshme, sepse shumica prej tyre janë IT, një pjesë janë në shëndetësi, dhe financimin tashmë e kanë me kriptovaluta, që është pak problem për me kap edhe me gjurmu, ndonse ka prej tyre që edhe publikisht kërkojnë fonde, mbledhin fonde në emën të varfërve, në emën të gjithë shkafit. Po prej asaj kohë, kur ju ndalë turri këtij problemi, shteti mendoj që ka qenë goxha i heshtun, veçanërisht këto 4-5 vjet e fundit, për shkak se partia në pushtet i kishte afër këta njerëz, hyrin në kuvend me ta, i futin në kuvend disa prej tyre që bindje totalisht të ndaluara dhe me letë, sepse nuk mund të kërkosh dukje në Izraelit edhe ndërkohë të jesh deputet në kuvendin e Kosovës. Dhe e fundit që është ajo ma e keqja, ma goditja, njeriu që kishte udhëhequr krejt këtë proces të ndjekjes penale të këtyre njerëzve, Blerimi Sufaj, ky regjim, ky pushtet nuk e dekretuan për kryeprokuror të shtetit. Pra ai mori një ndëshkim nga partia në pushtet. Dhe kjo, edhe këtyne të prekunëve për ti, ju ka dhonë havi, ju ka dhonë zemër, për me dalë në sipërfaqe, dhe tash ka nisë të mos fshihen ma. Ajo që kemi pana me kolegë tonë gjatë këtyne ditëve të punës, kemi gjetë diçka tepër të frekshme, se po ta marrë kohën më shumë në këtë rast. Një djali Mitun, i cili është rrit në duar të trashëgimtarëve të terroristit Lavdrim Muhaxheri. Kjo rinia islame Kaçanikut, po do me thonë. Deri tash është zbulu nga hetimet pas vrasjes se policit, që janë dikun 30 persona, të cilët janë edhe të trajnuar për përdorim të llojeve të ndryshme të armëve. Janë gjetën të paktën 2 të ashtu quajtura poligone ku kanë ushtruar ata për përdorim të armëve, dhe edhe të arrestuarit janë pjesë e atij grupi. Dhe më e keqja është se edhe policia në Kaçanik në një farë forme e ka lënë vetë të ndjerin Muhamet Liga. Muhamet Liga i ka arrestu të paktën njërin prej tyre për shpërndarjet e afisheve kundër festimit të vitit të ri në Kaçanik, ka ndodhur djegja e brellit të vitit të ri në oborrin e komunës në Han të Elezit, dhe është marrë edhe me këtë miturin. 2 ditë para vrasjes kam kuptuar në këtë kohë, që është nalë në një pikë kontrolli të policisë ky person dhe i ka ra telefoni. Është marrë telefoni i tij, është shku në stacion të policisë, ka shku babai i këtij djalit për ta marrë telefonin, dhe i ndjeri Muhamet Lika i thotë duhet me ardha në stacion me dhënë deklarat, pastaj e merr telefonin. Dhe 2 ditë më vonë vritet. I ndjeri i cili përcjellet, është me kamera, janë të gjitha të provuare deri tash, ndiqet me 2 vetura, ndiqet këmbë, veturat me dritat e fikuna, madje njeri pasi që ndodh vrasja, shkon në vendin e ngjarjes, me gjas për ta para ka vdek ajo dhe del edhe ik prej aty.
ajo që unë e kam pa shumë shqetësuese është që policia në Kaçanik deri para pak ditësh nuk ka tregu që telefoni i të dyshuarit për vrasje ndodhet aty. A e kanë bërë me qëllim për ta fsheh, a e kanë bërë nga neglizhenca, unë nuk e di ende një gjë të tillë, por fakti që kanë ndodhur suspendime, ndrrimet e vendeve të punës tregon për neglizhencë, të pakte neglizhencë në punë të zyrtarëve policorë në Kaçanik, që në fakt i janë nështru këtij presionit të madh të këtyne rjetëve, të këtyne njerëzve dhe në një farë forme kanë heq dorë nga puna e tyre zyrtare. Këto kur ishe, këto që po i përmendun, unë shoh që shteti është tu dështu në ballafaqim me grupet e tilla, të cilëve mund t'ja shohim sherrin. Djesht vran një, mas nesër mund vritet dikush tjetër, dhe mund të ndodhin për çështjet e tilla, mbas edhe për bindje fetare. Unë e kam thënë, vazhdoj me qenë i bindun se ky grup është terrorist, që vrasja e policit lidhet me punën e tij dhe puna e tij ka qenë mes tjerash edhe arrestimi dhe ndjekja e këtyre njerëzve. Ka pas reagime të ndryshme, megjithatë ta shohim në ditët në vazhdim. Po, tash, dakord jam, një çështje që duhet me pas parasysh është që me sa kam pa në zyrtarisht ende kjo vepër nuk cilësohet si vepër e islamit radikalist. Sigurisht se është veç faza e parë. Në fazë të hetimit. Po, dhe hetimit do na tregojnë pastaj, ka gjasa me qenë ashtu, nuk përjashtoj. Mirë po, mendoj që kur flasim për dështimin ose jo të shtetit, do të mi pas parasysh edhe disa gjëra. Sepse shteti mund të dështoj jo vetëm nëse dështon ta zënë policia dhe gjyqësia. Pra po themi, kjo është një temë e cila duhet të kërkon një trajtim shumë të gjerë dhe shumë dimenzional se sa vetëm reagimin ndaj rasteve ekstreme siç është vrasja e policit për shemb. Tash për marrëdhjet e vrasja e policit dhe ose një zyrtari tjetër nesër, aty ka një përgatitje. Për mua pyetja kryesore këtu është jo apo kanë ndikim imamat e caktuar ose udhëheqësit e caktuar fetar, të cilët janë të radikalizuar, për çfarë do arsye qofshin ato. Pyetja është pse po kanë ndikim. Unë mendoj që shteti duhet më shtruar çet pyetje. Ose kushdo që don me diskutu këtë temë duhet më shtruar çet pyetje. Po i kanë mjetet, e kanë rrjetet sociale, mbase i kanë edhe financat, mbase kanë edhe ndikimin nga jashtë ose për jashtë. Pse po gjejnë vend te ne ose te shoqënitë si na ligjërimet e tilla religjioze? Sepse një gjë do të më kuptuar. Njeri mundet më ta dhonë një përgjigje të manipuluar për problemet e tua. Pra më të orientu dika tjetër pse e ti kiti një problem të caktuar. Po nuk mundet më ta kriju problemin. Problemi ekziston, ose s'paku ti e percepton si problem. Dhe pastaj përgjigja për problemin, pse po të vjen pikajt, po të vjen pse je qështu e kështu me radhë, ajo mund të jetë manipuluar, e ideologjizuar, e keq orientuar politikisht në aspekt fetar. Tash, në njërin anë duhet me kuptu qëta, domethënë çka duhet me bëu shteti në mënyrë që qytetarët e Republikës së Kosovës mos me rshqit ka mendimi ekstrem. Me mendim ekstrem, po nuk kuptoj çfarë do forme të ekstremizmit. Po neve po na ndodh. Po pra, e qëta duhet me analizu. E dyta pastaj. Sepse të menduarit ekstrem, mendoj unë e ka një formë të caktuar e cila është e njëjtë. E ajo pastaj mund të përdoret për ideologji politike, fetare, ku ta diun e tjera. Po është mënyrët menduarit ekstrem. Ja është bardh, ja është zi. Për shembull që ky mendim binar. Ja keq, ja mirë. Shoqëritë moderne, të quaj kështu, liberale, të zhvilluara, kanë lëviz për këtyre dy ngjyrave ekstreme. Kanë lëviz në një gamë të gjerë të ngjyrave, shpjegimeve të ndryshme. Nuk është veç mirë e keq, është edhe pak më mirë, pak më keq. Çto mund të bëj më mirë, çto jena mirë. Tash kur flasim na për 25 vjeçarin në Kosovë. Cilat janë dy ide që i keni mas shumti në Republikën e Kosovës? Ka qenë shumë mirë dhe shumë keq. Shumë keq. Kjo pjesa tjetër që kryesisht shkatërru Kosova. Kryesisht identifikohet me vendosi. A nuk është që ky mendim ekstrem? Po. A ka pas gjëra të mira që kanë ndodhur në Kosovë? Sa të dush. Ka pas edhe gjëra të këqija? Po. Ti ke raportuar për shumë për tyra? Po. Ekstrem është edhe kjo lëvizja e Deçanit, për mu që do duhet ndiqeshim penalisht. Këto po them, dhe tash ekstremizmat se prodhon kundër efekt. Ekstremizmat e kanë një problem që ushqenja atje.
do më thonë dy pole ekstreme, qofshin politike ose religjioze, nuk janë kundërshtar me zveti. Këto janë dy antës së njëjtës medalje. Unë mendoj që kundërshtimi nuk duhet vi nga një pozicion ekstrem, që mund të jetë islamofobia, për shembull, me po flasim për fenë islame. Pozicionimi duhet vi pikërisht nga mesit tolerant liberal. Ndërhyrja e parë që shoh këtu është përpjekja për ndryshim kulturor në Kosovë. Dhe pse për ndryshim kulturor? Unë marr shembull Mitrovicën. E një Mitrovicën si qytet edhe për shkak të lidhjeve familjare që kam me atje. Një qyteti rock and rollit që është identifikuar, i muzikës në përgjithësi, i kulturës, i zhvillimit të industrisë. Në periudhën e pas luftës që përmendim ne shumë, aty u bë, si me thonë, ajo baza, një prej bazave kryesore të islamit politik, cili gradualisht është shtri. Dhe çka ka ndodhur, çka kanë pa në ndër vite, për çka unë fajsoj mediat shumë për këtë çështje, është presioni i vazhdueshëm mbi gastronominë ndër vite që ka ndodhur në Mitrovicë. Dhe kur kanë filluar mediat me raportu se në shumë lokale në Mitrovicë në Ramazan nuk shërbehet alkool, pastaj kjo ka shku të ushtri si presion mbi ata që shërbejnë alkool, ndërkohë kanë filluar të mbyllin kafeteritë dhe restoranet gjatë Ramazanit deri në iftar, dhe Ramazanin e fundit 99% lokale kanë qenë të mbylluna në Mitrovicë, dhe kjo për mua nuk është ekstremizëm fetar, por është si me thonë, fetarizim i skajshëm i një qyteti dhe një vendi që ka pas kulturë të jashtëzakonshme. Dhe kjo nuk ndalet me kaq. Se këta njerëz nuk ndalen me kaq. Sepse Serbia neve na dën të islamizuar. Këtë s'po e kuptojnë. Serbia ka investuar jashtëzakonisht shumë. Neve na kujtohet ky myftiva që i thonë i Maqedonisë që ka qenë për shumë vjet, doli që ka qenë spioni i UDBA-s. E pranoj librin e vete, pranoj në fakt se ka pas me dal dosja e tina kur nisën me u publiku në Maqedoni. Dhe nëse një spion i UDBA-s e ka udhëheq komunitetin islam në Maqedoni, so spion të UDBA-s ne i kemi në Bashkësinë Islame të Kosovës dhe në udhëheqjen e këtij komuniteti fetar në Kosovë. Dakor, veç nuk isha shtiket me i thes me gjitha. Natyrisht, ka raste individuale, ka edhe raste shumë pozitive të udhëheqësve fetar, edhe gjatë luftës, edhe para luftës, edhe në përpjekjet e mëhershme të shqiptarëve për shtrim. Absolutisht. Po, kanë qenë pjesë përbërëse edhe jashtëzakonisht frytëdhënëse, do të thosha. Po disa prej tyre janë rrah. Po, për shkak të këtyre se e kanë luftuar vehabizmin. A bën kështu? Me që e përmendë Mitrovicën, unë mendoj që Mitrovica mundet me ilustru gati se mas mirë ato që po të më thonë edhe Kaçaniku, dhe po të kallëzoj shkurtimisht pse. Qyteti i cili e ndihet që e ka psu mas kesti gjatë dhe pas luftës është Mitrovica. Gjatë luftës për shkak se ka pas, do më thonë, i tërë qyteti ka qenë zhvendosur komplet nga forcat serbe, nuk është i vetmi, po është vërtet dy herë është dashur me hez dhe në kufi me Shqipërinë dhe më kthye dhe me shku apet. Dhe pastaj pas luftës për shkak të ndarjes së qytetit. Dhe që kjo doze e zhgënjimit, ndjenja që janë lënë anash, ndjenja që për shembull krejt Kosova fitoi lirim përveç një pjesë të qytetit tonë. Kupton? Që kjo pastaj mundet më shty me kërku përgjigje dika tjetër jashtë asaj që po të ofron politika, zhvillime të përgjithshme, dinamika në Kosovë. E dyta pastaj Kaçaniku me sa e di, ne duhet me këshiroj një statistikë, me sa e di është një prej komunave më të varfra në Kosovë. Domethënë natyrisht ku ka varfëri aty gjën, janë çeto toka të pleshme që ku gjën vend çeto idetë ekstreme më shumti. Pastaj ata shkojnë u zgjeruan natyrisht. Po çeto i gjën. Prandaj unë po them që APSH që problemi është edhe socioekonomik përveç se politiko-kulturor. Edhe çetona duhet me pas parasysh ku unë mendoj që shteti i Kosovës historikisht nuk e ka pas në vëmendje. Për shkak të shumë çështjeve tjera, kështu më radh nuk po them se ka po dikush me sjellje më shumë kish, po nuk e ka pas në vëmendje. Mendoj që duhet me janis me i kushtu vëmendje. Domethënë që kjo rini, e cila po kërkon një përgjigje për pozitën e vet, duhet dikush më ia dhon çat përgjigje. Po si Allam na kam ia dhon tjetër kush. Dhe kam ia dhon me qëllim të keq. Një pjesë e rinisë është xhami, një pjesë është në drogë. Thonë kjo është udhëdh.
Që kjo do të thonë është një për aspekteve. Çështja tjetër pastaj është që ku mendoj unë është që roli i partive politike dhe i liderëve politik në këtë drejtim, që e përmendet ti shumë mirë. Qëra, ti dush kur të identifikon një problem, nëse e shet që është problemi, ma ti dush më ballafaqu me të. Nuk bën për qëllime elektorale me hesh para një problemi të cilin po e konsideron që është problem në rritje. Jo, këta kam bashkëpunu. Që kjo unë mendoj që gabim jashtëzakonisht e madh. E treta pastaj, ka forma të ndryshme të bashkëpunimit. Për shembull, ka parti që kanë pas persona me bindje fetare brenda rrallëve të veta, që nuk është kurrë e keq, mos u keq kuptoj. Mirë po, duhet me pas ashtu parasysh që ka programe partijake. Siç mund të jetë për shembull një program social-demokrat, siç mund të jetë një program liberal, që nuk përkojnë me bindjet fetare kur ato përkthehen në bindje politike, të cilat janë kryesisht konservatore. Dhe që në këtë drejtim, domethënë, unë s'kam kuptuar kur pse për shembull mundet me pas njerëz me bindje fetare brenda lëvizjes së vendosit, që ka pretenduar që është subjekt social-demokrat përparimtar. Përplasja e secilave e pam që ndodhi në legjislaturën e kaluar, ku nuk ishte vetëm mos pajtim idesh, ishte paralizim i qeverisjes për çështje të caktuara. Apo jo? Pra Albin Kurti, si kryeministër dhe qeveria e tij, e grupi parlamentar i lëvizjes vendosje nuk kanë mujt me kalu ligje të cilat ata i kanë prezantuar sikur ligje që janë fundamentale për mbrojtjen e drejtave të njeriut, si kodi civil, për shkak të kundërshtimit të personave që politikën dhe shoqërinë e kundrojnë nga perspektiva fetare. Kjo është hera parë me sa e diun që ka ndodhur në historinë politike të Kosovës. Ka pas, pra po them, deputet me këso bindje edhe më parë në Kuvend, por janë palu. Po asnjëherë nuk kanë arrit me ndalu një listë të caktuar, të rëndësishëm, që e ka propozuar kryeministri. Tash, që kjo, mendojnë, që kjo, që shumë, do më thonë, metodologjia e vetëvendosjes, që me i përfshi krejt veç letë bijnë vota, o dëshmu që është jashtëzakonisht problematike e unë mendoj edhe e rrezikshme për Kosovën. Qepse e rrezikshme? Kur kemi folë për komunitetin LGBTQI në Kuvendin e Republikës Kosovës, gjumat është për kundër tyre, se sa në këtë legislaturë s'ka paskur. Dhe ajo gjumë ka orë kryesisht pe i vetëvendosjes. Pra, antarëve të grupit parlamentarëve vendosë, jo pikëve vendosë. Kjo s'ka ndodhur në herë. Në momentin që t'ja nis më u dëgju që kjo, në momentin që t'ja nis më u përmendimin të me u normalizu shpjegimi fetar për mbi probleme sekulare, unë mendoj që aty është rreziku i polarizimit shoqëror në vija jo fetare domosdoshmërisht, po në vija të njerëzve që dojnë një shoqëri. Shtetin fakt e kanë përdhos partit politike derisa kanë hezitu dhe deri tash ne nuk kemi ligj për parti politike. Ligj. Sepse ligji për parti politike do duhet ti rregullonte disa çështje. Dhe cilat janë këto çështje? Nuk mund të ketë parti politike fetare. Sepse bie ndesh me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Nuk mund të ketë parti politike të cilat nuk e njohin shtetin e Kosovës. Dhe në këtë mënyrë t'i kështë ndalu me garu në zgjedhje listës sërbe. Do me thonë, i kështë rregullu të gjitha këto probleme, këto çështje, dhe nuk i kështë pas këto të lashe ma. Nuk i kështë pas të lashe se po krijohet një subjekt politik i caktuar me bindje radikale që hynë brenda pastaj të ndrën Kushtetutën. As nuk ishin ballafaqur tash me listën sërbe e cila thotë ne nuk e njohim Republikën e Kosovës. Okej, nuk e nje Republikën e Kosovës, por nuk mundesh me garu në zgjedhje. Dhe pse kanë bë këta një gjatë të tillë? Pikërisht për t'i leju këto grupet e islamit politik për të qenë bashkë. A vonëm ty më të ashtru një pyetje ashtu. A nuk është që për shembull rreziku, nëse ecim drejt kësaj rruge? A nuk është ky rreziku që tu mundu me mbrojt një shoqëri liberale ti fillon me u bojë liberal? Jo. Sepse ne kemi një kushtetutë. Ne kemi një kushtetutë. Do të më shku pak për të cilës duhet t'i nënshtrohemi të gjithë. Të gjithë. Absolutisht. Derisa është në fuqi. Po, dakor, veç randi kushtetutës. Visa, që po kthehen edhe ne herë mrapa, shumë mrapa. Jo që po do me pru një argument i cili e mbështet deri diku ato që po thoti. Randi kushtetutës i Kosovës, apo sigurisht çdo vendi demokratik thotë që ndryshime shoqërore nuk janë ndaluar me kërkon. Jo. Po ato shkojnë me votë. Në votë edhe shkojnë aspektin pozitiv. Dakor, edhe progresiv. Po, tash ajo është e diskutueshme çka është progresive. Po, qëre, për shembull një prej dilemave kryesore, mendoj unë edhe teorike, shumë shpesh praktike, të liberalizmit është liberalizmi në thelb garanton liri për secilin. Apo? Sekret pjesëtarët e shoqërisë janë të barabartë dhe janë të lirë. Derisa s'mcenojnë ti mua. Sakt. Tash,
Në kuadër të Edhe se kësaj, cënon shtetin. në kuadër të kësaj, çka bën me mohues të lirisë? Me mohuesit e lirisë çka bën? A e gëzojnë edhe ata lirit? Që kjo pyetja themelore për mendjen. Mohuesit e lirisë. Lirisë, po. Për shembull, unë e dal në zgjedhje edhe them që kur të fitoj unë, kam është bë sistemin demokratik se është pengesë. Edhe nuk është në përputhje me bindjet e mia. Nëse ma jap një votën shumica që mendon njësione, na është bërë demokracinë. Për çfarë bëjmë si rast? Për çfarë ndërtohet ajo që thash ligji për parti politike. Që to është ato dilema. Ja, s'ka dilemë këto. Ti përcakton rregullat, ende pa u kriju një subjekt i tillë. Po. Ende pa u kriju. Sepse ne kemi vendos me shpall pavarësinë e Kosovës me 17 shkurt, me një kushtetut liberale, që i garanton drejtat e secilit, por që e mbron shtetin. E mbron, ne duhet me parashiku që mas 20 vjetëve, të vjen dikush në politik ma i ketë se këta. Dhe qysh kemi me umbrojt na prej ti, duke pas korniz ligjore dhe kushtetuse të paprekshme dhe të pacenushme. Se në shoqënitë sikur e jona, shumë e pazhvilluar, me këto probleme për cilat po flasim, me një shkollim që është në fund të pusit, me mirëqenie sociale të cenuar, rreziku është gjithmonë i madh me gjetë hapësirë individ të tillë të cilët i manipulojnë lehtë. Dakor. Dikush krijon parti politike fetare, të krishtere, islame, ku ta dijon, po nesër vjen dikush tjetër, një Hitler, që lind mesin ton, rritet dhe pastaj ne kemi me pas problem me të, derisa nuk e ka kornizën kushtetuse. Pikërisht që to janë problemet. Për shembull, ti e ke tash shtatzëm rastin e shumë vendeve të Evropës, Gjermania, për shkak se është vend i madh dhe shumë i rëndësishëm, edhe raporti që ndërton Gjermania me AfD. Domethënë Gjermania ka pasur si diskutime. A duhet të ndaluaj ajo parti? Tazëm. Domethënë Gjermani është ndaluar të më shfaq përkrahje publike për nacizmin. Absolutisht, ajo është ndaluar me ligj. Po për shembull partitë që gjojnë një farë forme të folmës që është ka pak konservatore e nga pak tingëllësi fashizëm e kështu me radhë, këto kanë gjetë mënyra që është për shembull e përdorin sistemin për qëllimet e veta politike. Ki edhe në Francë, në për vende tjera. Dhe tash mendoj unë që këto Francë dënu me burg ajo zoja. Po, për shkak të korrupsionit. Jo bindjeve politike. Gjithmonë ka diçka. Në këtë drejtim unë mendoj që do të unë jam dakord që kjo do të më diskutu. Mirë, po unë mendoj që veprimet do të më qenë të matura. Mos më shkaktu problem më të madh, për shkak të reagimit të shpejtë, nganjëherë edhe nga paniku. Prerje visartu. Prerje. Veç jo nga paniku. Jo nga paniku. Shteti nuk e ka paniku. Shteti nxan me breshka, çu thon? Unë kam ndronë që s'po flas tash për shtetin, po ka shumë diskutime në Kosovë që janë jo vetëm për këtë temë, por për tema të ndryshme. Për shembull, kur ndodh një rast i vrasjes së grave, rasti qartë i femicidit, në rokë euforia, dalim edhe diskutojmë të rritet që ato, japim propozime që vinë nga paniku, du me boq ato, edhe harrokim. Mas 2 javë dhe rritet një tjetër. Kjo është edhe e lejushme për opinionin publik, se opinioni publik e ka qëtë punë. Na nga pak ngajmë edhe çka është tema e ditës. Shteti duhet me pas program strategji të qëndrueshme për me u ballafaque me këto fenomene. E unë kam ndronë, shtetin ma mirë se i përcjell të unë kom dronë që shteti jonë nuk ka strategji. Shteti jonë ka qenë liberal edhe i kuptueshëm për shumicën e kërkesave që kanë ardhur nga të gjitha grupet. Sot nuk besoj përveç komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian që jetojnë në kushte të mjerueshme, që është base turpi më i madh i gjitha shoqërive të rajonit, po unë po flas për Kosovë, të tjerët kanë hapësirë jo të mjaftueshme, po kanë hapësirën e tyre të nevojshme. Se si të themi të mjaftueshme, kjo i bën që pja cenojmë pak, na pja përcaktojmë. Hapësirën e tyre që aty ne ju duhet të pacenueshëm. Kemi pas rastin e kolegut ton, Vullnet Krasniqi, cili publikisht në një emision televiziv e pranoi që është gay, doli nga aty, vazhdon jetën normalisht i pacenum prej të tjerëve. Pse? Ai ka guxu me dal publikisht edhe me u ballafaqu. Por kërkesat e tij edhe lufta e tij nuk e cenon tjetrin.
Dhe këto është, domethënë, përparësia e këtij diskutimi, këtij debati. Ty të kujtohet në 2010 e këndej, kur sheshet e Prishtinës mbusheshin me njerëz që faleshin të premten, gjumon që i thonë. Edhe arsyetimi ka qenë nuk po kemi ku me u falë. Kur Komuna e Prishtinës, shteti mori vendim me javë caktu lokacionin, se kam pas probleme edhe me lokacion, për ndërtimin e xhamisë, xhamia që sa vjet ka nis me u ndërtu, ende s'ka dalë në sipërfaqe, po nuk falet kërkush më në shesh. Pro pas ka pas hapësirë të mjaftueshme, ku falen këta njerëz. Problemi ka qenë politik, që është përdor feja për ta godit këtë shtet politikisht. Pse këta sot nuk bëjnë presion që të ndërtohet xhamia? Pse kamet ajo ende nuk ka dalë në sipërfaqe? Po u rahatun, domethënë, nuk ka asnjë problem. Nuk dalin te Kuvendi i Kosovës me u fal, nuk protestojnë te xhamon për xhamin, sepse janë tu e ndërtu, po problemi është se nuk po ecë ajo përpara. Këto janë të koordinuar njëra me tjetrën në kuadër të kornizës ligjore. Nëse ti nuk ja kufizon me thonë s'bën kjo. Jo, bën sepse e këshyr mundësinë që shbohat kjo, edhe njerëz rahatohen. Po ende janë të rahatuar këto, se nuk ju mjafton xhamia e madhe, që unë jam pro ndërtimit të saj, kudo që ndërtohet ajo, nuk po ju mjafton shteti, se nuk e duan këtë shtet liberal, sekular, si që e kemi ne. Duan tjetërsim të kulturës tonë, të kombit tonë. Dhe kush i dën këtu? Kush i dën mas shumëti? Kush na ka prezantuar neve si islamist? Ndër vite, Serbia. Serbia që perëndimit i thot shqiptarët janë islamista radikal, ndërkaq lindjes ju thot shqiptarët e Kosovës janë me perëndimin. Domethënë të dy format neve na cenon, sepse ne e kemi leju me qenë të cenushëm. Po tash veç du të me pas parasysh, mendoj unë edhe një aspekt tjetër të kësaj është që unë kom për shembull për gjatë viteve kështu edhe diskutimeve edhe për shkak të angazhimit të politik, natyrisht më kanë taku me njerëz ndryshëm, unë mendoj që njerëzit megjithatë dinë me bë dallimin në mes të qenit besimtar musliman edhe mos pajtimit me një formë të caktuar të ligjërimit islam të cilin e dëgjojnë nga persona të caktuar. Mendoj që kjo ndarje ekziston në Kosovë ende. A mundet kjo me shku tu përkeqësu? Absolutisht jam dakord që mundet me shku. Po deri që tash mendoj që megjithatë një grup i vogël i njerëzve mund të kenë mendime ekstreme, por kjo nuk është secili musliman. Jo, pa diskutim. Prandaj po them se unë kom pa. Fatmirësisht është grup i vogël. Fatmirësisht, dhe unë po them që unë kom pa edhe reagime të disa personave në hapësirën publike, të cilët e kundërshtojnë këta, që janë edhe njerëz me profil publik kështu me radhë. I kisha lutur të gjithë kur të kundërshtojnë ta, mos me e kundërshtu në mënyrë, si të them kështu, kolektiviste, edhe të ashpër, sepse kjo mund me pas kundër efekt edhe më të madh. Por çështja duhet mu diskutu racionalisht. I pari luftën me këtë lëvizjen e Deçanit e kam pasur. Po. Se mendoj që është gabim çka ashtu ndodh. Edhe është mënyra si e bëjnë. Sepse tek fundi qëra, unë mendoj edhe kjo mënyra ka gjuhë urrëties. Po, nuk do të me edhe një tashysh të tash me s'po flasim për fen, edhe një herezi që ekziston në opinionin publik që kom dëgjuar tash nga kjo pala tjetër. Domethënë nga ata që megjithatë thonë që Islami është, ne kemi qenë musliman shumë herët në shqiptarët edhe nuk ka kurrë të keq se më kon musliman pajtona. Edhe ata thonë që për shembull tasë kisha Allah pushnikut. Si e ka janë? Po. Është provokim, pse që nga provokim? Nëse e merë të zbrokim. A nuk ka të drejt, për shembull, feja krishtere me tentu me i bind njerëzit që mu bo krishterë, që ka drejt feja islame me tentu me i bind njerëzit, mu bo musliman. Ti nuk mosh me ndalu aktivitetin, si ka për shembull tash për e banalizoj, si ka për shembull të drejt partia politike, me shkullë me i bind njerëzit voton për mu. Kjo është në nivel të lirisë së fjalës. Ti nuk duhesh me marrë si provokim. Derisa është në nivel të lirisë së fjalës. Derisa është në nivel të lirisë së fjalës. Nëse aty përdoren pastaj terma që janë ofendues e që shkaktojnë urrëtie e përçarje, ato pastaj ligji merret me to, na e dim. Ajo është rregulluar me ligj në Kosovë. Po nëse unë dal sot do të them që unë mendoj që mënyra më e mirë e jetesës është që kjo që e praktikoj unë. Po. Kur s'ka drejt më që unë thon nga pozicioni fetar ti po shpërndan urrëtin ndaj neve, jo nuk shpërndoj. Unë mendoj që kjo është më e mira. Ti thu mas mirë me jetu si musliman. Ai tjetri mas mirë me jetu si krishter.
Krejt e gëzoni këtë të drejtë. Po, Mirë po, kur ti përdor mekanizma të obligimit ndaj kujdo, me që e ki një pushtet për mbi të, e atëherë që të du të ndaj. Sar, është se jemi në fund. Hoxhalart dhe Albin Kurti është problem me u kritiku edhe me u talë në këtë vend. Talët Valen Sylla me një hoqë me Mercedes, dalin e rahin disa të ri dhe në gjykatë thonë ne e njohim vetëm ligjin e Allahut. Talësh me Albin Kurtin, të lëshohen 500 militantë e ti, besimtarët e ti, të kërcënojnë, sulmojnë fizikisht, e rahin Valen Sylla. Pra janë dikush si udhëhec që janë ekstremistë, e pastaj që prodhon ekstremizmin në bazë. Absolutisht. Që kjo është rreziku. Që kjo është rreziku, sepse njerëz të tillë pastaj edhe e keq përdorin situatën. Për shembull, çta udhëhecit. Ta zëm, i shkon mirë me bën një studim. Po sa për udhëhecëve fetar, vërtet e praktikojnë jetën që ata e ligjërojnë. Qatë nivel të etikës asketes, ajo feja kërkon një jetë asketa, apo jo. Do më thonë, paka shumë këtë tundimet, që i quajnë tundimet të trupit. I shkandesh ka shumë me i mohu, kur je fetar për një. Shumë prej këtyne hoxhallarëve janë të përfshim në abuzime tepër të randa, përfshirë ky hoxha për cilën pola në... Kjo është pyetje shumë e rëndësishme. Po kanë thonë, mos bën çka bën hoxha, po bën çka thot hoxha. Natën e mirë.